ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë, për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salawata dhe selamet për shëndetit më të mira, më të plota, mbi njeriun më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta në ditët e shtuna, ku jemi duke fol mbi veprat e zemrës, mbi punët e brendshme të njerëzit. Kemi marrë një varg veprash, të cilat janë në mënyrë të veçantë të zemrës, pra nuk bëhen me gjymtyr, nuk bëhen me duar, nuk bëhen me këmbë, as me kokë, po bëhen vetëm me zemër. Dhe tani kemi hapë një vepër prej veprave të zemrës, e cila është njëra ndër epiqendrat e veprave të zemrës, pa të cilën nuk funksionojnë të tjerat, dhe ajo është dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Dashuria ndaj Allahu xhelle xhelalu. Dashuria, të nderuar vëllezër, sikur që do ta shohim se edhe definicionet e ulemave, edhe përkufizimet e ulemave apo shpjegimet e dietarëve mbi dashurinë janë laraman, nga se secili e ka sjell definicionin nga shija e vet për dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Megjithëse Ibn Qayyim al-Jauziyja para se mi sjell definicionet dhe fjalët e dietarëve mbi dashurinë, çfarë tha? Tha gjëja më e qartë me të cilën shpjegohet dashuria është vetë emri. Është vetë emri. Kur ti thu dashuria për Allahun apo dashuria për diçka, ti me këtë shprehje dashuria ke shpjeguar se çfarë ke për qëllim në këtë fjalë. Megjithëse dietarët për ta parafruar, për ta qartësuar, kanë sjell disa prej definicioneve dhe çantësimeve të cilat i kanë sjell në librat e tyre. Ne përmendëm në ligjëratën e fundit 18 definicione, e do të na kanë mbledh edhe 12 tjera, me të cilat do t'i përmbyllim definicionet dhe fjalët e dietarëve të muslimanëve se çfarë është për qëllim me dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. Vini re të ndërruar para se të vazhdojmë në definicione. Asnjë sen nuk e ban robi pa dashni. Asnjë lëvizje nuk e ban robi pa e dashur Allahun subhanahu wa taala. Andaj ai motori, ai lëvizësi, ai ku e merr besimtari energjinë dhe lëndën ndjekse për të vepruar çdo vepër të vogël apo të madhe, është dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Andaj besimtari duhet ta ushqejë zemrën e vet me dashni. Duhet sa më shumë ta don Zotin e vet subhanahu wa taala, nga se nëse e ushqejnë zemrën me dashuri, atëherë tjera do t'i ketë edhe shumë më të lehta. Ndërkohë që nëse mungon dashnia, nëse s'ka dashuri, atëherë kur gjë tjetër nuk ka. Andaj shikoj njëri për shembull, kur e don namazin, nuk priton sabah, ndrek, ikindi, akşam, yatsi, edhe nafile, kur e don një vepër. Ndërsa kur nuk e do, me japrue çfarë dush për argumenteve dhe fakteve, dashuria mungon, atëherë mungon edhe vepra. Andaj besimtari duhet që maksimum të merr nga shkaqet që i kanë durtë veta për ta shtuar dashninë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj do t'i shohim sot edhe disa prej definicioneve dhe përkufizimet e dietarëve mbi dashurinë. Përmendëm 18 përkufizime, domethënie kuptime, e do të vazhdojmë me të 19. 30 definicione ka pru Ibn Qayyim al-Jauziyja për dashninë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot e 19. Suqutu kulli mahabbatin min al-qalb illa mahabbat al-habibi. Thot e 19 nga definicionet që kanë si dietarë, cila është rrëzimi dhe rënimi apo rënja e çdo dashurie nga zemra pos dashurisë ati i cili e do më shumë të dhe është Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo është dashuria e vërtet për Allahun te bareke ve teala. Kur ti krejta dashurit i rrëzon për dashurinë e Zotit xhelel xhelalu. Dhe kjo është kuptimi i dashurisë për hir të Allahut dhe urrëties për hir të Zotit xhelel xhelalu. Apo ne kemi thënë, kur kemi shpjeguar prej disa prej themeleve të besimit, është të duash për Allah dhe të urrësh për Allah. Çfarë i bie kjo? Kjo i bie se ti je i vartë për dashnin e Allahu xhelalu ala. Çka do ai do edhe ti. Çka ai s'do dhe ti s'do. Ç'kjo dashnia për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe urrëtia për hir të tij. Andaj e 19 nga definicionet, çfarë i bie dashnia? Është kur gjë mos me mbajt të
vendosur lart prej dashnive, jashtë dashnisë Allahut te bareke ve teala. Pastaj dikush thot, po ne shumë gjëra duam. Apo nga dashnia që ti do, lejo disa mi majt, ama disa e ki farz mirëzue, disa e ki pëlqejet mirëzue, edhe disa është, do më thonë, pra një e ki farz mirëzue, një e ki e të pëlqime me rëzue, edhe njëra do një prej dashurive shikohet levërdia. Ajo e cila e vendos cilën dashni e man jashtë dashnisë Allahut, është ajo çka ta lejon Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, njëri thot punë du nanën dhe babën. Në rregull, se Allahu ta ka legjitimu. Duje nanën dhe babën. Ti e do e vladin, duje se ta ka legjitimue, ta ka lejue Allahu subhanahu wa taala. Ti e don për shembull shtëpinë tënde, në rregull, Allahu e ka legjitimue. Allah do të ne kemi vë shtëpitë e juve, qetësi për juve, mbulim për juve. Allahu ta ka leju. Njeriu e don gruan e vet, hallalin e vet. Allahu ta ka lejue. E kanë pyet pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thënë ja Rasulullah, cili o njeri që më shumë ti e do? Megjithëse pyetsi e ka pas për qëllim burrat. Mirë po pejgamberi sa natyrë që më shpërgjigj ka thënë Aishën radhiyallahu anha, gruan e vet. Edhe i ka thënë pyetsi, ka thënë ja Rasulullah, unë kam për qëllim pi burrave. Tha Ebu Bekrin, babën e vet, radhiyallahu anhu wa ardha. Tani, a ka dikush në dunja që e do Allahin më shumë se Muhamedi alayhis salam? Nuk ka. A vjen desh kjo dashni me dashnin Allahut? Jo, kjo hinore dhe kjo e njerëzore është e varur për legjitimimin e Zotit. Nëse Zoti ma legjitimon, unë e dua. Nëse Zoti ma legjitimon, unë e dua. Nëse më ndalon, unë nuk e dua. Për këtë arsye vëllazër, Allahu në surën Tauba krejt gjërat më dashurat njerëzve i ka vendos në rrezik nëse ato vinë dash me dashnin ndaj Allahut. Do të shohim në me lenin Allahut te barekuta. Nga se manë men nuk ka vepër. Manë men këta, nuk ka vepër më delikate në këtë veprat e zemrës se dashnia. S'ka më delikat, s'ka më të hollë se kjo. Kjo me të shregullue. Apo a keni pa për shembull kur diçka funksionon me shumë tela, me shumë pulla, për shembull piloti aty ka një varg pulla, shtyp ata shtyp shumë cene, por me mujt me fluturue aeroplani. Nuk ka diçka që duhet mu kontrollue mas shumti se dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Se ka mundësi diçka e vogël ta merr synin, ta merr veshin, ta merr zemrën, edhe ti shkatërrohesh. Për këtë arsye, e 19-a për definicionin e cila është që të rrëzohet çdo dashni nga zemra përveç dashnisë për Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo i ka alametet e veta, do shohim pastaj me lenin Allahu te bareke wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, këtë fjali e ka thënë Muhammed ibn Fadl, i cili e ka për qëllim që robi mos ta don dhe mos ta veçon me dashni pos Zotin e Madh subhanahu wa taala. E 20 nga definicionet e dashnisë për Allahun subhanahu wa taala, thot ghaddu at-tarfi al-qalb amma siwa al-mahbubi ghiratan wa 'an al-mahbubi haybatan. E 20, kjo është pak më e hollë, do ta shpjegoj Ibn Qayyim al-Jawziyya. Thot definicioni 20 për kufizimi i 20 është mbyllja apo ulja e syrit apo çrpikut të zemrës nga gjithçka jashta të dashurit, prej xhelozis, dhe nga i dashuri prej hejbetit, prej respektit. Çfarë i bie kjo vëllazër? Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot e para është e qartë. Çfarë është e para? Mos të ketë në zemrën tane, në syrin e zemrës tane, diçka që ti e shikon jashta të dashurit tanë, që është Allahu xhelaluan këtë rast. Nga xhelozia ti e don Allahu xhelalu dhe nuk shir diçka tjetër, se i e i dashurum te Zoti jo te bareke o taala në kuptimin edhe konceptin e dashurisë hinore. Pro ti e don Allahu xhelalu, mos shir diçka tjetër. A dhe ka ndar disa transmetime se kur besimtari lidhet namaz. Ka ndar disa transmetime se kur lidhet besimtari namaz, edhe e lëviz kokën andej këndej, Allahu i thot: ku i të këshirë dikun ma mirë se sa une? I po njeri vëllezër, kur uleshti me një njeri, aja ka bezdi e urren, nëse ti ulesh me ta, a i ven miraj, ti mu ullë tavolin me ta, a ti fol me dikan tjetër në tavolin tjetër. A qka thot? Po unë e qalibi këtu, po ja këshirë muja,
Apo i të fol me mua. Apo shikoj njëri dhe zër, sa shumë kërkon koncentrim. Evladi si evlad, fëmijë, kur ulesh me ta thot, ngom çka jam të thon. I vogla më thot, dëgjom çapo flas. Para më vëzë njëri kur lidhet me Zotin e vet, Allahu Akbar, dhe fillon me mendu diçka tjetër dhe mushëtit në përmendime tjera dhe çfarë? Allahu xhai thot, çka jetu lip diçka tjetër? A ka më të mirë se Zoti ja? Çka jetu menu diçka më të mirë se Allahu subhanahu wa taala? Krejt çka i kilon jashtë, i ka në dorë Allahu. Mos u mërzit. Këti ka në dorë Allahu. A des dikush, as muhet dikush, a fiton dikush, as fiton, a dështon, as dështon. Krejt i ka që të ndorë, ti kur gjasi e përgjegjës për ta. Për këtë arsye vëllezër, i thot Allahu subhanahu wa taala njeriut ku po këshirë diçka më të mirë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. E dyta është wa anil mahbubi haybatan. Dhe të ulësh shikimin e zemrës prej të dashurit nga hejbeti. Edhe kjo vëllezër, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, ka nevojë për tu sqaruar, nga se kjo nuk vlen me Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Ka transmetuar Imam Muslimi një hadith nga pejgamberi, nga Amr ibn As radhiyallahu an, se kur është pyet Amr ibn As radhiyallahu an si duket pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë fytyre ka pas, çfarë flok ka pas, si është duk pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Amr ibn As radhiyallahu an, me ka qenë shok i tij, nuk ka pranuar Islamin vonë. Çfarë ka thënë? Ka thënë wallahi, unë nuk ka njeri që kam dash fytyrë tokësh më shumë se Muhamedi alayhi salam. Mirë po mosum vetni, mosum pyetni çish duket, se unë prej respektit se ne kam këshirë fytyrë. Prej respektit se ne kam këshirë fytyrë. Mirë po thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, kjo ndodh me krijesat. Te krijuesi është pak më ndryshe. Çish shpjegohet kjo? Ka thënë fa inna ghadda at-tarf al-qalb anil mahbubi ma'a kamal mahabbatihi kal mustahil. Thot, ta duash Allahun me dashuri të plot dhe ta ullë shikimin e zemrës nga i dashuri, për nga Allahu Gjelluala, është sigur e pamundur. është sigur e pamundur. Mirë po, thot, pushtimi i kuvetit dhe sultanit të respektit ka mundësi me ndodh kjo. Ka mundësi me ndodh kjo. Thot, dhe kjo është alamet i dashnisë së madhe. Për shembull vëzër, për shembull ndodh kjo, ndodh njeriu merr këta që ta kuptosh nivel njerëzor, pastaj ngritet në nivel hinor që ta shembullojë që ta kuptosh. Ka mundësi njeriu dikon e do shumë dhe mendji se ka prit me e pa. Mirë po nga respekti që ka, e pushton respekti dhe respekti nuk e le ta këshyre. Kjo ndodh edhe shpesh me krijesat. Për shembull, kjo ndodh shpesh me njerëzit, për shembull kur janë tri. Për shembull, kjo i ndodh beqarës kur martohet. E ka mundësi e don atë me të cilën e kanë martuar. Mirë po nuk ja lejon turpi dhe respekti që ka për të dashurin apo burrin e vet që të lëshohet në shikimin e saj, derisa të adaptohet me ta. Apo dhe kjo ndodh shpesh vëzër. Njeriu për shembull nga respekti për shembull e ul kryen para dietarëve, para hoxhallarëve, para hafizllarëve, para njerëzve të zot kanë autoritet, e ul kryen pse ai do me këshir, po nga respekti e ul kokën. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Andaj thot ka ardhur hadith nga Imam Ahmedi, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wasalam, hubbuka shay yu'mi wa yusimmu. Ka thënë alayhi salatu wasalam, dashnia jote për diçka vërbon dhe shurdhon. Thot, pra kjo argumenton, pra fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam argumenton se njeriu nga dashnia vërbohet dhe shurdhohet. Çish vërbohet dhe shurdhohet? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kjo vlen njeri me njeri. Kur dikush e do dikan, nuk don me i pa të metat, nga se nuk nalet me i pa të metat. Dhe ti e gjen njeri për shembull kur e do një njeri, edhe një tjetër nuk e do. Të njëjtën të met me e pas tu dit, edhe ti i thu, këshire, e po veç atë njeri çka se do, po, e ka filan të metën, po valla shumë të madhe do të kish. E ti i thu, po edhe ki çka e do edhe ki e ka, njësoj. Jo thot ki se ka. Nuk lejon për atë çka e do, edhe se ka të njëjtën të met. Kështu dashnia, se nuk lejon ti për shembull ti e shef, merre për shembull kush ka evlad e di. E shef evlad i vet, shembull, është i llastum, apo që thonë atë na, domodin hiper energjik, përtej normalës në energji, apo lastohet, zbavitet tepër, e shef se evladit vet
kur ja jep cilësime, thot, po, pak lazdrohet. A për tjetrin, thot, mos vet për atë. A i ka mundësi i këtia ma i lazdrum se i tjetrin. Mirë, po dashnia ja ull, cilësimi, thot, jo, është pak, ama jo shumë. Pse? Sepse njeriu vëllezër nuk i shet të metat e dashurve të vet. Dhe kjo vëllezër ndodhet te krejt. Kjo ndodhet te krejt. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, andaj ti je ati i cili është i dashuruar, nuk i she as të metat e as të këqijat dhe nuk i dëgjon ato. Madje thot ndodh se kur e dëgjon një tmet nga i dashuri vet, thot jo, po kjo e mirë taj. A që e ka që ta? Ajo e meta ma e shë sigur lavdrat. Thot, mirë po, sa i përket dashurisë Allahut, nuk ka mundësi të thuhet kjo për Allahun subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu fi hubbi rabbi tabaraka wa ta'ala hubbuka shay yu'mi wa yusim wala yusafu sahibuha bil ama was samabi. Thot, s'ka mundësi që të cilësohet ai i cili e don Allahun se ai është vërbuar apo është çfarë? O shurdhuar. Për çfarë arsye? Vini re. Thot, kjo nga se ai i cili verbohet dhe shurdhohet, është ai i cili lejohet me pas të meta. Për shembull, ti thu si tu ja pa të metën atij i cili lejohet me pas të meta, ndërkohë që nuk thuhet për dashninë e cila nuk ka mundësi i dashuri me pas asnjë të met, me thanë ti je shurdhu apo je verbue. Pse? Sepse Allahu xhelalu ala vëzër nuk ka të meta. A nëse thot njeriu dikush, më ka fluturu zemra prej dashnijës Allahu xhelalu ala, ai thuhet për shembull, e ke tepru pak? Jo. Sepse teprimi ndodh kur ka mundësi me mri limitin. Thot, andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot ndërsa dashnia për Allahun subhanahu wa taala nuk cilësohet me gjërat të cilat cilësohen dashnia e krijesës ndaj krijesës. Andaj ata të cilat e dojnë Allahun nuk mund të kenë vërbëri e as shurdhim. Bile, thot, ata janë njerëzit që më smirti dëgjojnë dhe më smirti shohin në hakikat, dhe të tjerët për njerëzve janë të shurdhër, janë me mec dhe janë ata të cilat nuk logjikojnë dhe nuk shikojnë. Pra, njeriu vëzër, sado që e mrin dashnin dhe Allahu xhelalu ala, s'ka mundësi me thonë, më ka mri dashnia në kulm se dia duhet më na thonë. Jo, ti nuk e ke mri kulmin. Madje Ibn Qayyim do ta sjell vëzër se mu mledh këtë njerëzit bashk me plot dashni që s'ka mundësi ma tepër, nuk zë zemrave. Pra mi mledh këtë njerëzit bashk, edhe si të cilit mi ashluhen zemër dashnien të plot, full. Edhe thot, ajo që e meriton Allah janë shumë ma shumë për me dasht. Pra ti sa të dush me dash Zotin, mos mendo që ja ke dhënë hakin, sepse Allahu xhallahu duhet edhe shumë ma tepër. Edhe duhet shumë ma tepër dhe s'ka mundësi kërkush me mri nivelet të cilat ka mundësi me emrija kadrin e Allahu subhanahu wa ta'ala në merit. E njëta prej definicionave, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kanë dhënë disa prej dietarëve, mailuka ila shay bi kulliyatik thumma itharuka lah ala nafsika wa ruhika wa malika thumma muwafaqatuka lahu sirran wa jahran thumma ilmuka bi taqsirika fi hubbihi. E njëta prej definicionave, cila vëzër thot, animi jot nga diçkaja me komplet krejtësisht qenjën tane. Shiko, kur ti anon nga diçka, ti e do ata, qish dush ti e qun, animi o dashni. Animi o dashni. Kur ti përmen diçka shumë, anon diçka shumë, men ti ki shumë aty, ti e do, qish e qun a mesele tjetër. Ajo qka ti e ban dhe anon me zemër, ti e do. Thot, kur ti me komplet qenjën tane je për shpas diçkaje, dhe je për parësi mbi vetën tane, mbi shpirtin tanë dhe mbi parët tua, ti e do ata. Për qemë dhe zërë, ti e shef njeri kur do diçka, i je për parësi para vetës. Ti e shef nana për qemë, nëse e ka një hurm edhe e ka e vladin, kur se ha vet, a i hatë, në kur se ha vet, i a jep e vladit vet. Një ara ushen e vladin, pasaj ushejet vet. Me gjithë se i bandan vetës, mirë po dashnia qëfar ban? Dashnia jep përparësi. I jep përparësi edhe me shpirt. Në dunja jep përparësi edhe me shpirt. Deri sa duron limitin normal, nëse në akhirat ndrojnë logarit. Dhe jep përparësi me pare. Ti e shep për shembull vëzër njeriu, këshire prindin për shembull.
Prindi për shembull, nëse i ka dy mundësi, me bleje një tesh për evladin edhe një tesh për veten. Mirë, po suni blet tundiat me një standard të ngritur, të lartë. Suni blen shtrejta tundiat. Çka i thot? Ne ta blejeni ar evladi shtrejt, po folën standard normal. Standard e jashtëzakonshme janë tjera. Standard normal prindi çka thot? Ne ta bleje teshën fëmia, më të mirë, s'ka problem. Unë e vesh edhe 10 vjetër. Kjo çka i jep përparësi me parë. I jep përparësi me parë. Pastaj pajtimi jot me atë çka ti e do, tinza, qetësi dhe në publik, pastaj kur ti e di se je shumë i mangët në dashnin, shumë i mangët në veprat tua ndaj atij çka ti e do dhe i ofron dashuri. Çi kjo është dashuria? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot Junaydi, e kam dëgjuar Harith al-Muhasibi rahimahullah se ai e thon te këtë definicion. Pra definicioni 21 i cili o vëllazër, kur ti anon ka diçka komplet, pastaj je përparësi me veten tënde, me shpirtin tënd dhe me mallin tënd, pastaj tinza dhe publike do, edhe pastaj e di ti se këtë çka i ban parat janë pak, që kjo dashnia. Që kjo është dashnia. Thot definicioni i 22: El mahabbatu narun fil qalbi tuhriqu ma siwa al murad al mahbub. Vinere, mezi se kjo shprehje do ta shpjegon Ibn Qayyim al-Juzeyy, sepse e kanë keq përdorur disa për njerëzve, i do ta shpjegon këndin e duhur. E 22-ta, thot, definicioni i dashurisë për Allahun te bareke ve teala është se dashuria o zjarr, i cili zjarr është në zemër. Ky zjarr krejt çka ka në zemër, jashta qëllimit dhe dëshirës të dashurit ekskluzive që është Allahu xhelalu ala, e djeg. Që kjo dashnia për Allahun te bareke ve teala. Pra, me fjalë tjera vëllazër, nëse hin dashnia për Allahun në zemër, çka ka diçka aty që duhet me ka në zemër këtë djeg. Andaj ti është njeriu se kur përkushtohet me dashni ndaj Allahut, sa lehtësisht i le gjunat. Ti është një njeri për shembull pa dashni, thuaj ti për shembull leje muzikën. Do të ai më men, ai më men. Ali i thot, ai thot tjetri, ai jetohet me pa muzikë. Çish me njëri me jetu pa muzikë. Mirë po, këtu problemi ku është? Problemi dashnia. Kur njëri e do Allahun, çka thot? A ka thon Zoti më nal po? Nale, hake, largoje. Se e do Zotin. Vjen dashnia për Allahun ta gjej krejt, ta zvoglon haramin, madje gërditësh pi atij çka e bën, çuçi e bën më rëky. Pse? Varësisht nga dashnia. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, e kam dëgjuar hoxhën ton, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, i cili thot një ditë për ditëve kisha një debat ku i kritikova disa për njerëzve të cilët thonin se gjithçka është një, në kuptimin se universi është i ngjit me Allahun te bareke ve teala, është një mëdhëb apo një shkollë devijuar nga devijimet e njerëzve, i cili i ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ka thënë wal kaunu kulluhu muradu. Shikoj vëllazër, i ka thënë, nëse i bie që mos më dash kërkan përveç Allahut, a i bie se këtë çka ka kriju Allah e ka dëshiru? Kjo i be që unë kur e du edhe mëkatarin, edhe kafirin, edhe gjunahin, unë jam të dasht krijesën e Zotit. Ka dash me ngatruë xhamatin e muslimanëve nga ajo që cila është vërtetu në parimet e risonetit dhe xhamatit. Ka thënë fe ayyu shay'in abghadu min. Ka thënë nga krijesat e Allahut kanë me urriune kur këta ai ka krijuar. Mirë, po këtu dhe ka dallim mes dëshirës dhe dashurisë. Dëshirës dhe dashurisë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qala ash-shaykh fa qultu lahu idha kana al-mahbub qad abghada af'alan wa aqwalan wa aqwaman wa 'adahum wa taradahum wa la'anahum fa ahbabtahum anta kunta muwaliyan lil-mahbubi aw mu'adiyan lahu. I ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shkove se kjo jawabi në një fjali, mirë po ki ka thënë unë s'di më çka më thon. Andaj ka ardhur se ka thënë fa ka'annama ulqima hajaran. I thënë arab, sikur më ia pasnu një guri në gojën e tij. Ka thënë hajde fol, as po disha më thon mo. Ka thënë dëgjoj. Ka thënë, nëse i dashuri jot apo dashuri i jon krejt, Allahu xhelal xhelalu, i urren disa vepra, e urren shirkun, kufrin, nifakun, zilien, veprën e keqe, e urren. Allahu e urren. E urren disa prej fjalëve. I urren fjalë të këqija, i urren fjalë të liga, e urren sharrin, i urren Allahu xhelal. Dhe i urren disa njerëz. Allahu në ka treguar Kur'an, i urren disa njerëz. Allahu nuk i do, Allahu jashtë thot Allahu la yuhibbu
el kafirin. Si do Allah ata. Allah nuk I do ata. Allah nuk I do gjunahat, nuk I do mëkatet. Inna Allah la yu'muru bil fahsha. Allah nuk urdhnon me bë keq, nuk urdhnon me bë liksina. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum. Allah urdhon me drejtësi, urdhon me bamirësi, urdhon me marrë lidhje farefisnore, e urren dhe ndalon nga e keqja, nga mbrapsit, nga amoralitetet, këtë gjërat që zullume që ka janë, I ndalon Allahu xhelalu ala. Thot, a I do, po e di që Allahu xhelalu ala do gjëra I do si do? Ka thonë dhe ti e di se Allahu xhelalu ala shumë njerëz I ka armicuar në Kur'an. Pas e ka thonë, dhe disa prej tyre I ka larguar nga rahmeti. Iblisin e ka larguar pi rahmetit, Faraoni ka larguar pi rahmetit, Ebu Gjelin ka larguar pi rahmetit, Ebu Lehebin e ka larguar pi rahmetit, mbijin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur'an çka lexojnë ana? Tabbat yada Abi Lahab. U mallkofshin durët e Ebu Lehebit. Ajo njeri, po, e ka kriju Zoti, po. Ka thonë kështu. Ka thonë disa I ka mallkuar dhe I ka dëbuar. E nëse ti do ata, atëherë më trego, a je mik me Zotin, a armik me ta? Po nëse ti e do Iblisin, a e do ti Allahin ma se do? Për këtë arsye thot, fa ka'annama ulqima hajaran waftadaha bayna ashabihi wa kana muqaddaman fihim musharan ilayhi. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy se a njeriu më nuk foli, s'pat gjevap, ndërkohë që ishte I pari tyne. Ka qenë prej sufive të cilat kanë pas një shkollë të devijuar prej shkollave të sekteve të devijuara. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa hadha al-haddu sahihun, wa qailuhu inma arada annaha tuhriqu min al-qalb ma siwa murad al-mahbub ad-dini al-amri alladhi yuhibbuhu wa yardahu la al-murad alladhi qaddarahu wa qada. Thot, ndërsa fjala e këtyre dietarëve që kanë thënë se dashnia që futet në zemër, dashnia Allahut, I djeg krejt dashnitë të tjera, është për qëllim se e djeg çdo dëshirë tjetër jashtë atë dëshirës së Allahut, e cila është fetare, urdhërore, kuranore, nuk është për qëllim ajo universale. Për shembull, që ta kuptojna, kur ti e shet derrin, Allah ju nderoft, e shet ka derë, Allah ka kriju derra, edhe e ka ndalu mishin e derrit, apo, dhe e ka shëmtu krimin e ti, apo, e ka shëmtu krimin e ti. Edhe, a mundet në njerit dhe kush me në arë me thonë, e këtë derë, kush e ka kriju, që ka thejnë ana? Allahu, gjelle gjelalu. Me në thonaj, e pëse spedoni ju krijesën e Zotit, që I thejmë ne, aje ka kriju dhe urrejnë. Andaj, kur aje urrejnë, fetarisht edhe ne urrejnë, fetarisht. Pra, krijimi I Zotit nuk I bie dashni për ta. Nuk I bie dashni për ta. Nëse ai krijon gjithçka e ka kriju ai, mirë po disa prej gjërave I ka kriju edhe I urrejnë. Iblisi kush e ka kriju? Allahu xhelal, po nuk e do. Nuk e do. Për këtë arsye, dashnia e sinuar këtë fjali është për qëllim se ai I cili I mbushet zemra dashni për Allahun subhanahu wa taala, ja djeg këtë dëshira të tjera që kanë bëjnë me fetari. Për shembull, kur besimtari e mbush zemrën me dashni për Allahun xhelalu ala, si jetë më dashnia tina që ja reziston dashnia për Allahun xhelalu xhelalu. A ka mundësi dikush me thonë për shembull, e du Allahun shumë, ama kur më thirraj mua më fal, nuk vin bashkë një herë. Jo. Ti sa dush mundesh me fol, mirë po ti nuk mundesh me kanë, se dashnin tonë atë ngrenë diçka. Njëri si ka dy zemra, një zemër e ka. Mi pas dy zemra, I thotë qyre, këtë zemër e kam për Allah, këtë zemër e kam për dunjo. Jo një e ki. E njënëm që ajo zemër, është e mbushur, diçka për fe, diçka për dunjo, diçka për Kur'an, diçka për vatan, diçka për risk, janë shpërndame. Çka thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy? Definicioni 22. Kur zemra pushtohet nga dashnia për Allahut, nuk rezistohet, nuk fërkohet me diçka tjetër. Ai nuk mundet me paramendue, për shembull, që dashnia e çka do kohë diçka tjetër me ja rezistu dashninë Allahu xhelal xhelalu. Por pes marrin për tokën e zot. A mundet njëri vëzër me nije hayya ala salat, ka një kohë namazit, edhe për shembull vazhdon me shir televizor, vazhdon me pikafën, apo vazhdon me nej, hajde më vonë. Po e marrim një namaz falës. Për as ka sfalet se na të bëjmë muhabet hiç. E di më ku e ka venin. Për këtë çka falet, që I shep lot për njerëzve për shembull. E thirë zani, vazhdonaj. Me shku mi thon,
me bo polemik, thot kush, unë jam mas shumë dhe qëtu pari që i du Allahin. Nuk shlon pe heq. Ama vazhdon lojën me s'pe prish, lojën e kartave se prish, lojën e shajt se prish, kafën se prish. Sa e porosita, thot kafën. Po që ka lidhi baj kur do diqka? Apo me thirr njani, haq ati si një e dije 5.000 euro kish mi dhan. Apo e merr keta të erzon. Krap, thot shko ti marr 5.000 euro. Shko e keta e erzon. Bile, mi thonë dikush, nalu, e gris petkën, thot shko marrë shko ti maj parët. Pse se i do ato. Wa tuhibbun al mala hubban jamma. Thot Allahu ja, ju parët i doni me dashnin të madhe. Apo, a keni pa dhe njëri kur ka takim për shembull shit bleri. E ki shiti diçka, edhe ai thot, mas një orë takomi ti ja parë. E rregullon me ti kët punë apo do. Me gruaje, me fëmijë, me bab, me non këtë rregullon se në 0-0 të takim parët dhe mi. E mirë dhe kjo sa për ilustrim. Kur thoi Allahu hayya ala salat, s'munët diçka më e mirë në dunja me thirr. S'munët diçka më e mirë. A mund diçka më e mirë me thirr? Çka mund me thirr diçka? Me thirr kush do qoftë ai. Kush do qoftë ai. Nuk vjen me dash Allahu po thret. Shikojmë se njerëzit si bëjnë. Apo a di çfarë do të them për njerëzit sa më shumë autoriteti që e thirr. Me pas njëri për shembull takim me dikant që ka pak më shumë autoritet, kret i rregullon thot, a di më kanë kamuzatet sot. Apo a di kanë mu takue. Zemra ish rregullohet, shtypja, diabeti, këtë shkop pse? Ka mu taku me dikant. Ka mu taku me dikant. Apo për këtë arsye vëzër, dietarët kur e kanë marrë për shembull te madhështia e çapës, Allah na mëson hajj dhe umra ya rabbal alamin. Çfarë kanë thënë? Ka thonë njeriu kur e sheh çapën e Zotit xhelel xhelalu, zemra i dridhet nga dashnia e madhe për shtëpinë Allahu subhanahu wa taala. Thotë Abu Hamid al-Ghazali për t'i treguar Allahu xhela, nëse mallëngjesh që shtu për shtëpinë time, e cila është vetëm për katësi nderi, se jo shtëpi, nuk është shtëpia e Allahut, hasha vekela kurriaj, hasha. Është shtëpi nderi. Veç ka thonë ç'ka shtëpia ime, e kanë drejt Ibrahimi ata. Apo aty ajo shtëpi, o shtëpi, domethënë që kapaciteti ka për njëri. S'ka ajo të bëjë me shtëpi ndeje hasha për Zotin xhelel xhelalu. Po çka thua vëzër që njeriu i dridhet zemra për shtëpinë që Allahu e ka urdhëruar mu ndërtu në tokë, po takimi me Zotin vet. Po vet mu taku me Zotin e Madh xhelel xhelalu. Apo shikoj vëzër njerëzit kur hipin qiell me aeroplane, me mjete të ndryshme, mahnitën. Apo i zvoglohet toka, gjithë ky alamat univers. Apo e tash ta paramendosh Zotin e Madh xhelel xhelalu i cili ka kriju këta. Paramendosh sa është i madh Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyy është për qëllim këtu se çdo dashni e cila ekziston në zemër nuk mund t'i reziston zjarrit të dashnisë të Allahut në zemër nëse ekziston. Nëse kiti dashni për Allahun, mos u tut, vjen harami djegët, vjen harami tjetër djegët vet. Po ti nëse e furnizon zemrën tënde me dashuri për Allahun subhanahu wa taala, kret haramun djegën, ta dish. Kur do që një haram ta ka morë zemrën, u ka shujt zjarri dashnisë për Allahun. S'po djeg, nuk po djeg. Shikove zjarri edhe nxehtësia që e shlon dielli, e leti një akull në diell, apo edhe ta langëzon, mirë ta ban ujë. Kështu vëzër është edhe dashnia për Allahun subhanahu wa taala. S'ka diçka e fortë që i vjen vetëm me gjumë, sepse nuk e pranon. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot e 23-ta nga definicionet është se disa dietar kanë thënë el mahabbatu badlul majhudi wa tarku al-i'tiradi ala al-mahbub. Kanë thënë dashnia për Allahun subhanahu wa taala është çfarë? Kanë thënë dhënia e krejt përpjekjes dhe lodhjes për të dashurin dhe mos me rezistu kur gja kundër të ati çka e do. Ky është Allahu xhelalu ala. Domthonjë çka është dashnia? Mbas të definicionit 23. Krejt çka mundesh me bë, dush me bë. Këtë çka mundesh me bë, dush me bë. Dhe vini re këtu ne do të dim pasaj disa detale tjera. Po këtu pasi që jemi te ky definición. Badlul majhud. Juhd. I thonë me dhon maksimumi, s'ka, mu thon, unë s'muj maraton. Mirë dhe zot. Sa për njerëzve ne i shohim se na filozofojnë, apo i filozofon vetës. Unë a di çka më bë për Allah, ama vakti se ka Allah. A ki kur gjans ban çdo mundësi që i ka. O vetë çato kam. Çka s'm po dalin deri sabah me të quë, në xhami. E ki xhami 1 kilometër apo 2 kilometër, apo 500 metër, apo sa e kije. Po nuk e kije 15 kilometra, e kije afër. Çato kam, çajo dashnish ka s'po të çet deri në xhami. A menon se ka me qut në xheneta?
Ti dën xhami s'u të dal. Zemra jote s'ka çat stakat dën xhami me dal. Hajde dil, jo çe. Çajo zemër e cila s'ka mundësi, kapacitet, energji, lan djegse që me nxjerr të Zotin e vet deri te xhamia, me fal namazin me xhamat, apo me lexu Kur'anin, apo me dëgju ligjëratën. Çfarë mendon? Çajo zemër, a ka takat në xhenet me mria? Jo, s'ka takat. E mirë, vini re. Defekti i dytë. Ajo zemër e cila nuk e jep një dinar për Allah, a jep 1.000? Kini po disa njerëz na filozofojnë, ku të vjen vakti? Cili vakt, Allah i bane 700 vet i bane. Kur ki me dhanti për Allah? Kur ki me dati diçka për Allah? Kur ki me lexu një ajet? Jo, kini me pa ju. Nuk shkohet kështu, o vëllezër. Sahabët e pejgamberit po kanë thënë, ka me pa Allah që ka me ba. Mas 5 minutave ka një luft ka dek. Mas 5 minutave. Ama do e kanë, apo kini me po burrat, kini me po. Banë më rëçat që ki mundësi. Banë qatë që ki mundësi. Kuranin e ki në shpik, ka pe lexoje. Mundësin me ngu ligjërat e ki, ka dëgjoje. Me dalë në xhami me fal namazin me xhamat, bi fitu 27 shpërblimin namazit e ki mundësi. Bane. E nëse ta mundson Zotin ato tjera çka ti po mendon, ama ti 1 dinar si jep. Na kena me të besu si ku të bëhesh milioner, po ti kur bëhesh milioner thu, jo, duhet ku të bëna multimiliarder me dhon. Po ti nëse ti ki 1 milionar, 100 dhimën, kur ti bash 1 milion, po thu ka dale, sa projekte ti kam. Në sa punëtorën me dhon që ishtua, më shkon firma. E po që kjo në problemi, se nuk o të parja, o të zemra. Bedhlul me gjhud, jep e maksimumin. Aj që ka se jep maksimumin tash, se jep pas minimumin më vonë. Mone me dhe zë. Aj që ka se jep maksimumin, tash jep e maksimumin. Kur do me dhonë dhe zë? Kur do me dhonë? Për këta sy ka thonë për nga mbira Islam hadith, ka thonë më Hakimi në Mustedrekin e tina, ka thonë shfridzoj 5 para 5, njëra për tyre wa sihhataka qabla maradik. Shfridzoje shëndetin tan para smundjes tane. Para smundjes tane. Kur të smundesh, a ke pa kur të smundi? Ve sa të shnoshna, 5 vak në xhami, zakatin e jap, agjërimin që të baj. Po ti sa të çohesh në kam, apo ti ketë rrotllon më sanena. Ti ketë rrotllon. Ti çetër shka, kur smuhesh, ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, dhe shfrytzoje kur je i lirë para se mu angazhue. Ti nëse beqar nuk del me fal namazën në xhami. Dhe çata marrëmendja kur të martohesh? Ti pa fëmijë i martum, s'po del në xhami. Po kur janë nisur me të fëmijë, ti pa angazhuar me asnjë angazhim, kur kush slip kur gjë, nuk e kryen detyrën. Para më kur të ngarkohesh. Po ti kur ngarkohesh, ti pa arsye s'ki dal, me arsye nuk qofna. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja 23 është që ta jepsh maksimumin, o vëllezër. I jep maksimumin Zoti e çef. Zoti e çef. E keni pa plot me njerëz që thonë, për shembull, i morin skenat, atje muslimanët janë tuhek, atje muslimanët pi vrasin, atje muslimanët pi djegin, lush me Allahun që Allah të ndihmon. Mirë po, a është kjo arsye ti më u mërzit në qajtore? Allah, sa shumë janë tuhek. O, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sa baj në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Po edhe shkive më janë t'ju dhimë të të në, e ditë e këta. Sa shki bile, ato dalin protesta, e ato dalin i bojnë plot pipunve qka rezistojnë kundër këti zullumi. A i be që a në gjenet ka me shkua? Jo. Për këta sy o dhezër, sa për njëzve jetojnë filmin. Zemra me pa zemra, sa ato më dhimë për musliman. Edhe kur ta shifë ka të regjim se ka zonë gjumi, për këta natën nga po polemik për fe. Na kena nga të rudi qka. Telat janë nga të rudi kun. Sahabët e pejgamberit sam s'kan bo kështu dhe zër. Sahabët e pejgamberit sam në emër të dertit për fe, si ka ik farxha ti. Në emër që aj pido shumë musliman, si ka ik farxha ti. Cili sahabë i ka ik, a e dini se sahabët janë ngushlu më njëri tjetrin, kurse kanë pa njerin xhamit se s'ka fal namazin. Ka shku të shpje i kanë thanë, vlla ngushllime se të ka iki 100-ia. Mi shku na dikuj në sot, kena mledh vlla ngushllime me arme të pa, se të ka iki 100-ia. Po i na mledh për bardov që jeta çon për bodall. Po kjo sa na mirë më në kalon me mpa, pse të ka ik më 100-ia. O një muj më spedale sa kur gjo. Për këta sy vëzë ne kemi ngatru diçka. Në hartat e brengave tu kemi ngatru diçka. Po është mirë me të udhim musliman. Po nuk mundet më të udhim aj më shumë se vetja. Ti qafën tanë si të liru pizjarme, dhe atë kemi lirua. Ti qafën tanë, ti e kije gjenetin 300 metra, 1 kilometr, si tu dalë. Ti a pash menon se
na du të me besue. Ai tjetri thot, e kum qel, elhamdulillah, Allah i ma mundsoj një bunar me qel, që në qësh dunjajës në Australi, në Kinë, ku e di une. Oj, në rumë, këshia jetë du të dek për buk. Ti nuk e ki gajle me bash i pëdhimën musliman, po pak për Facebook, shiko njëzë qëfar njerëz janë bëhe. Shfitzo vdekjen, shfitzo darsmën. E krita shkollën, gjdo sen me Facebook. Elhamdulillah e sosa që ta. Në i ditë veç kur të habitën, elhamdulillah vdiq filani. Të i nga tru më abetet. Oj, ndërum, edhe gzimi edhe mërzia e ka be një kulturë ka, një edebe ka. Mos e shfitzo mëre vdekjen, edhe shiko, bëhet mërzia, objekt fitimi për gzim, dhe bëhet gzimi, sebeb për hidrim. Ai për shembull ka feju, apo u ka martu, apo ku di diçka. Edhe e nxjerr në Facebook. Edhe shtash, shiko, vend se mu gëzu, mu kënaq me veten, se e ka rri që ta. Kur kush thos ma pëlqejti, ja nis mu i dhnuë. O thot ja, a i dhnua i gëzue. Po jam gëzu, po thot këto su gëzun. Po pse duhet tjetri me të kanë sebe për gëzimin tan? A duhet tjertë mu gëzu kur ti martosh, a ti du të mu gëzue? Tu du të mu gëzue? Mirë po vëzër, jetojmë në botë kaotike. Nuk e dim, çdo sen, a la pa dek mirë njeri. Innalil, ka dale, tamam, kena me morve që ka dek. Ama te a i tu garu, kush ka me kalzu i parja. Nuk garohë shtu o dhezër, sepse na e kena materializu dhe e kena bëhe njerin teknik. Kush pe kalzon ma shpejt, cëllë e kalzoj, e i pare kam zirë. Nuk ka në kështu në regull dhezër. Andaj, duhet dhanë maksimumi sa ki mundësi. Maksimumi sa ki mundësi, e pasaj Zoti e din atë qka s'ki mundësi. Fattakullahe më stata'atum. Allah dhe gjelle gjelaluhu, tut ju një Allah sa të keni mundësi. Allah e disa s'ka mundësi unë me ba. Allah e disa s'ka mundësi. Ama, a ka mundësi na mu arsjetu atë qka kemi mundësi me arsjen me atë që s'kena mundësi? A mund është mi thënë Allah, po unë sundisht në gjamisë edhe sun shkoj shaqe minimu e musliman. Oj ndërum, që e të bo? Qka ko lidhe me këtë, ti ki mundësi këta, atje s'ki mundësi. Ti dush me bo që ta shaki mundësi. Kur mos i alejo vetës me komentu dhe me humor, me hapsirën që ka ti s'kije. A je përgjes për që ta jo? A ki mundësi jo? Daje këta, nale prit, heke këtë kapitull. A mund është ti me lezu kuran po, vëlla? Po pësi si të lezu? Po që se jam të pas mundësi? Ama se të bënë zë këtë tjetërën, këtu po. A mund shme falë namazin me regull po? A mund shme falë sunetet kejt po? A mund shme po të spi po? A mund shme minimu kujshijës po? A mund shme koni sjellë që me musliman që ka të rethojnë po? Po pësi s'pi banë që do? Po ama këshira atje. Që kjo vëzër kur nga të rohët rrethi mundësive me rrethin e pa mundësive, ne jetojmë brapsira. Ne jetojmë brapsira. Allah o thëtë, ku enfusikum vë ehlikum nara. O ju musliman, rune vetën pizarmit, mësa një tjertë. Vetën jarë. Ti e ki obligim një jarë vetën me rujtë. Pas taj e rune dhe e vladin. Nga se Allah u gjatë të ditë në kiametit, njëri ju tërhiqet edhe pi babës, edhe pi nanës, edhe pi grujës, edhe pi evladit, edhe pi dosit, edhe pi vlavit. Kretët, largonu, të pështoj një arune. Jo veç kaq, pengamber të Allahot, alaihimu salatu wassalam. Allahumme nefsi. O Allah, pështoj unë një arë. Para më në vëzër, pengamber i Zotit, Allah i dashmi Zotit, delit e kiametit, përveç Muhammed a.s. Përveç kitë pengamber përveç Muhammed a.s. Kalë me thanë, nefsi, vetja. Andaj, është mirë kur ti ki kujdes për tjetrin, kur e do tjetrin dhe respekton tjetrin dhe ndihmon tjetrin. Ama mos harro, kur kush nuk e do tjetrin më shumë se vetja. Harroj ata, sepse njeriu është i lidh për nefsin e vet, është i lidh për qenjen e vet. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Jawziyja 23-ta është wa tarku al-i'tirad ala al-mahbub, dhe përveç dhënies së maksimumit për përpjekjes është edhe mos me e kundërshtuar të dashurin. Më shmi thonë, as ki mujtë sabajnë me bonë nënta, shumë herët me bashkë gjumin më të lezetëshëm. A e do? A i shka e do së nuk diskuton. A e kini po njëre dhe kur o thim shëtitje kur banë, me dosta. Se ka problem, kur e lënë 3 nuk ka problem, thot, sa? A e në të shku 3 natës, 4 natës. Në sabas, s'ka lidhe, thot, dalna. 2 saat gjumi ka, 1 saat, 20 minuta ka flet. Ani me thot, s'ka lidhe, pitash njës del. Mirë dhe zërë, a i shka e do Allah unë gja. A i thot, ave ku tash sabat dre. A zeqati, unë e du, bile gëzohë. Elhamdulillah që Allah e ka bo zeqati me dhanë. Për këtë asyjo dhe zërë, ma në kështu. Por shemull, njëri dhe zërë është i lidh për pasurit e veta. Me thonë ti e dikush për shemull kështu. Vjen ti e ki duqanin tanë, edhe e ki një kushi duqanin e vetë. Edhe më të lemru e kushia, pronari i duqanit tjetër. Edhe me thonë, o kushi,
merri 1.000 euro pi te kaca jeme edhe jepja çdi fukarajës. A të vën rang? Jo, more, bëri 1.000 euro pi dyqani tjetër, pi pronarit, fukarajës, që merri. Binere që si dëllimi. Se ti me thonë, merri pi dyqanit, si me të thonë cop zemrë, 1.000 euro, 1.000, nisë do e bat madhe. Ama me thonë kujshia, merri me 10.000 euro pi dyqanit, jepja vjen njëri jep. S'ka problem, thonë që merri, ti laj. Pse se s'janë tuat, apo? Allahu gjilar si vëzër, që këtë model e sjell për ta kuptu dhënjen. Çka thot? Jepnin nga ajo që është e Allahut. A që letë vjen? Këto pare janë të Allahut. Allah e thot, pituave që janë të mijat, merri 2.5 jepja fukarajës, tjetër në maje. Kur ti e din se janë të Allahut, atë vjen rang? As të ardhran për kushijës me morë. Jo merë kushijës që? Kur ti e di se parët janë të dashurit tanë, apo, me thonë ti baba kështu, bere koletën, edhe jepja vlavit 100 euro. A, të thonë merë që, se të babës janë, e ki pas a let janë të babës? E mësani kur i fiton vetë, ka dale, thot, ka dale, mëse merë koletën që me hujum. Pse se janë të vetat i ka punue? Allahu gja shembulli ti është me i larti. Pse na thot Allahu gja, wa atuhum min malillah, jep një pi pareve të Allahit. Se kur ti e di se s'janë të mijat, shumë letë mërë jep, shumë të mijat, të Allahu gjelluara, i shpërndaj. Për këtë arsye është, mos me rezistu ndaj urdhrave të ati qka e do. E 24-ta, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka thënë disa dietar, sukrun la yashu sahibuhu illa bi mushahadati mahbubihi. Thumma sukru alladhi la yahsulu 'inda al-mushahada alladhi yahsulu 'inda al-mushahada la yusafu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka thënë disa dietar, e 24-ta është një dehje nga e cila nuk këndellët, nuk kthjellët, nuk vën veti i dashuruari pos kur e shet të dashurin e vet. Thot, e pastaj një dehje tjetër e cila ndodh gjatë shikimit. Do vonë shikoj vetë. I dashuruari është i dehur. Keni po njëri për shembull kur e do di diçka, ti i fola i mend diçka gjej ka. Ti i fol diçka këtu, apo ai ka mend ta që ku ata shkruaj. E mirë vëzë, njëri kur e do Allahu xhelalu ala, a ka mundësi për shembull me i dhënë diçka tjetër? Jo, se kjo është këtu. Kjo pi, pra, me fjalë të tjera nga se këto keq shpejt thotë më kanë janë me rezerva. Kjo është ndal dashurinë e Zotit xhelalu. Çka do që e ngacmon diçka tjetër që nin? Nuk e nin. Sa ai i cili dehet me diçka, ti nëse shkon për shembull diçka i cili o demas diçkaje, ti i fole thotë, largoj, sonë çtu jam. A dehet dikon. Thotë dhe pastaj vjen dehja e cila vjen në të pamurit. Kur ti mahnitësh dhe pra mrekullohesh nga të pamurit e atij që ti e do. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, megjithëse këto shprehje janë shprehje me rezerva të skajshme, nga se për Allahu subhanahu wa taala nuk përdoren të gjitha shprehjet, si dehja dhe si këto shprehje të sa të përdoren gjatë dashurive të njerëzve ndër mes vetë. Fot fa mahabbatullahi a'la wa ajallu min an tudraba laha hadhihi al-amthal wa tuj'ala urdatan lil afwahi al-mutalawwitha walakin as-sadiqa fi khafarati sidqihi. Tadi Ibn Qayyim el-Jauziyja, megjithëse këto janë disa prej definicioneve të disa prej dietarëve, mirë po e kam përshëndetur gjithmonë për afrimin, jo të merren gërm për gërmë. Se i dashuri që është dashuruar te Allahu xhelalu ala, ai i cili e do Allahun, ai s'dehet. Mirë po këtu është për qëllim me ta përshkruajt pak si duket ai i cili e don Allahu subhanahu wa taala, për këtë arsye do të bënkajmë xhezije se Allahu ja nuk guxon ti sillen çdo lloj shembulli. Andaj tham se i bënkajmë xhezije nuk pajtohet me 29 definicione pos me 30-in. Pos me të 30-in. Thotë i bënkajmë xhezije e 25-ta. Alla yu'thira 'ala al-mahbubi ghayra wa alla yatawalla umurahu ghayru. Thotë i bënkajmë xhezije e 25-ta definicione është që mos t'i jep jashtë të dashurit dikujt për parësi, dhe mos t'i merr çështjet e tij në dorë jashtë të dashurit. Pra ti kur kujt s'ja për parësi për Allahit, edhe kur kujt s'ki qef mi alan punë të ndora, punë të tua ndorë të tina, veç Allahut. Pra ti thue, unë veç Allahut t'ja për parësi, edhe kam dëshirë punë të mia veç Zoti me krye. Kjo vëzër është e 29-ta definicione. E 26-ta, ad-dukhulu tahta riqqil mahbubi wa ubudiyatihi wal hurriyatu min istirqaqi ma siwa. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në kohën e liberalizmit dhe lirive të shfrenuara të njerëzve.
Ku njerëzit vëllezër çdo robëri e shohin të natyrshme jashtë robërisë Allahit. Ti e shani njeri kur bëhet fetar, kur bëhet musliman, i udhëzuar në rrugë të Zotit xhelel xhelalu, fal namaz, jep zakat, agjeron, largohet nga haramit e kështu me radhë. Çka i thonë njerëzit? Ha? E kanë shpërlar trunin këtina. Ama veç kia ka trunin e shpërlar. Nëse bash robi dinarit, robi punës, robi çka do kohë tjetër, robi kompjuterit, robi telefonit, robi vajzave, robi muzikave, robi diskotekave, robi rakijes, robi bigjozeve, robi lojrave, sporteve, e kështu me radhë, në rregulla, o të përparu djali, o të ez djali, a ti shku djalit, po heq, gjithë shka në rregull derisa djali dhe vajza nuk dashurohen për çështjet fetare. Dëgjoni çka ka thënë në definicionin e gjatë disa dietar. Dashnia për Allahun është hyrja nën robërinë e të dashurit dhe adhurimin e tij dhe liria e plot nga robëria e dikujt tjetër përveç Allahu xhelel xhelalu. Pra çka është dashuria për Allahun? Ti pranon mu rubnu veç te Zoti dhe lirohesh pikë tjerëve. Çka është vëzërat tauhidi dhe imani dhe islami? Tauhidi është vëzër ti me dash veç Allahin dhe veç atij më u bë rob dhe mu liru pikë diçka tjetër. As krijesës nuk i frikosh, as krijesës nuk i robrosh, as krijesës nuk ja jep në nshtrimin dhe dorëzimin dhe dashnin, po ja veç Allahu subhanahu wa taala. Vini re vëzër, ti ishe njerëzit. Hi në robëri të shumta. Në robëri të shumta. Thot zguxoj se shefi ka thonë. E çao kjo? Çao është kur thot ti dikush ka thonë shefi. Çka i bie kjo? Se kjo i robrum. Ti thua, mundesh me voçta, jo s'më me pse ka thonë shefi. Pra ti i robrum, në rregull? E unë kur thom ti Allahu e ka ndaluar. Zoti jam e ka ndaluar. Pse ti temën e sheh se unë kam më ish për lam, a ti kanë i lam? Ti i lam, unë ish për lam. S'ka mundsi. Pse njëri kur i do, për shembull, me ne dikat, me ne përpikt adhurimeve Zotit xhelel xhelalu, ki me një vesh, ki me një anë, ki këshirë veç mu falë. A këto veç ka këshirin këto qërë? Po, këto veç po këshirë kanë mu falë. Këto qërë, qëka janë të bo? A janë të studiu kimi, biologjia? Jo be të hongë gjithë dritën janë. Më se leti kush me ta lodhë trunin. E ka morë digitronin e këshirë televizionet dhe, që e ki veç falët, e ki dhe me ka di atu studiu biologjien. Po e veç e di digitronin së ta mërë ti dikush pitore. Robi digitronin, luft për kush e man udhëzuesin e televizionit. Dhe në fund, që ki ka drejt me të kallëzu tije se po nuk ka puna veç me dalë në xhami, nuk ka puna tash. Po çka kanë puna vëlla? Me shini misione paritës gjithë ditën a. Çka kanë puna me ne çetorë gjithë ditën a. Çka kanë puna? Çka kanë puna? Ti e bon robi diçka i tjetër, edhe çuritesh me robninë e robit ndaj Zotit xhelel xhelalu. Ti e bon robi hajës dhe i pijës dhe çuditesh me ata i cili e don Rabbul Alaminin. Kjo është çudi vëllazë. Çudi është për njerëzit. Wallahi, njeriu kanë ja këto shembuj duken banal, po këto janë realitet. As keni pa jo njerit të robnu për televizora? Keni pa? Keni pa? A ka drejt çaj me thon ti? Pa nuk ka puna, Allah nuk thot veç mu fal. A di ke ka lexu? Këtë Kur'anin e ka me hatme, ka tefsirin, Allah nuk thot. Po ku kjo jeti me kallëzu çka thot Allah? Ku ka thon çështu? Pa jo dihet ta. Nuk thot feja veç ashtu. As nuk e di çka thot feja, as nuk e di çka thot Kurani, as që lexoj Kuranin, as që marr bash Kuranin, por rrit aty se të ka thënë Allah kadri mos u burzia të kush duhet, sepse hin në labirint e kush do me dal. Andaj do të më qaim gjëzie. E 26-ta është që të hyn njëri robni ndaj Zotit. Robri. Dhe të lirohet prej robrisë së diçka tjetër. Liroju Allah se përveç Allahit kur kush s'ka pushtet mbi ty. Liroj Allah, mos e baj me galën që ka menojnë njerëzit. Mos e baj me galën që ka me thonë njerë. A e këni pa njerëzit 90% dashmën e bajnë që ka me thonë ato, e 10% me mujtë me ba për veti. Jo thot zban nër 500 dasmor se thojnë. Kush thot mëre? Pse mëre me jetu njerëzit? Nuk ban me vesh qështu se thojnë. Zban pa e bleqe ta se thojnë. E kjo që ka i bjo dhe zër? O rob i thojnë ata. Bëhu rob i Zotit dhe lirojo. Liria e plot, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, është në robëri ndaj Zotit. Kur njeri është rob i Zotit, e ke pas ai lira, se Allah nuk e torturon robin. 2 recat i lip sabah, heston tokësh. 4 recat i lip drek, haç këto. Wallahi njeri të robëron s'tlem me lëviz.
dhe vini re. Allahu kur xhelal kur thot falu, për ti e ka. Ai njeri kur thot bane që ta, për veti e ka, jo për ti. Harroje që dikush e ka për ti. Kur ti ta shlon shefi rrogën, thot që se po kam qef me ti dhon. Jo more, unë të kam punu për këta. Ti të më pagujt për levërdin tani, për levërdin teme. Ti e të më pagujt mu e 300 euro, 400 euro, 500 euro, se i ke morë, thot mi. Pi mu i ke morë, unë e të shërbi, ti i ke morë. Pra aj nuk e ka levërdin tane për interes, për levërdin e vetë. Mire dhe kur Allah o t'jep tyje, dhe të furnizon, dhe të vesh, dhe të mbath, dhe të ushqe, dhe t'jep me pi, a fiton aj dishka pitije? A fiton dishka pitije? E jo, kur t'jep Allah e vlad, qka dhave ti që Allah me dhane vlad? Dhe qka ki me bo ti ma vonë që ti e meriton këta? As një sen. Për këta si ju dhe zër, njëri ju duhet maksimum me fut robri vetën e vetë të Zotit Gjellë Gjellalu, dhe mu liru pri robrive tjera. A folin, as folin, a thojn, as thojn. Andaj ka thonë poeti, wallahi edhe Gjibrilin dost me pas kanë me fol për tije. Gjibrilin. A dini kush e ka pas Gjibrilin dost? Muhammed Mustafa a.s. Gjibril a.s. e ka morë Muhammed a.s. dhe e ka morë prim Mekke, Isra dhe Mi'raj e ka ngrit deri në, e ka qunë në Mesjidul Haram, pastaj e ka ngrit 7 palqije në Isra dhe Mi'raj, edhe prapi kanë thonë si hirbas, pas i kanë thonë budal, pas i kanë thonë i marë. Kur i kanë thonë Muhammed a.s. budal, e ti që prat? Mi po vëzëri, normal. Jo, është me talë budalë me thonë, po mirë mas i kanë thonë Muhammed a.s. edhe atina, jo, kjo nuk vlen për budalën për një me. Kjo vlen për njëri kura normal, kura me karakter, kura tamam, edhe mos bezisë shumë që ka i thonë njerëzit. Apo, kjo nuk ka argument për të çmendurin. Mos i ngatrojna hesabën. E 27. Thot el mehabbetu safarul qalb fi talabil mahbub wa lahajus lisani bi dhikri ala dawam. E 27 prej definicionet e dashurisë cila është udhtimi i zemrës në kërkimin e të dashurit. A jetë lip Allahin? A jetë udhtu për Allah? Çka jetë për Allah? Sa lodhesh për Allah? Pa u lodhë vëzra, mendona se na kena mëritë të Zotit Gjellë Gjellalu? Ka thonë dhe në vazhdimsi, angazhimi, i zjartë, i gjuhës me përmendjen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Njëra dhe zërë prej argumenteve, nëse na mundson Zotit të bare kjo vëtër, do përmendin në përsashmërit të tjera, dobit e përmendjes Allahu subhanahu wa ta'ala, sa di ka përmendje më Qayyim el-Juzeyy në Wabil al-Sayyib. Dhe atje thot, nëse don me e pa një njeri që ka alamet që e donë Zotin e madhë subhanahu wa ta'ala, këshyre sa ban dhikër. Dhe kjo vëzër është testi i madhë për këtë neve, ku gjatë 24 orëshit na shumë pak e përmena Zotin Gjellë Gjellalu. I vetëmi adhurim, për të cilin ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, hadithin transmetimi që ka nxjerrë Imam Ibn Gjeriri në tefsirin e tij të madh, ka thonë i vetëmi adhurim që Allahu e ka lip pa dozë, pa sasi, pa vakt, e ka bot lirë dhe ka kërku shumë. Udhkurullahe dhikran këthira, përmend në Allahun shumë. Sa sabah, aksham, drek, ikindi, natën, ditën, në rrugë, në shpeg, në kuzhinë, ku do që t'jesh, në çfarë do lloj gjendje, në lartësi, në tokë, përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendja e Zotit është alamet se ti e do. Përmendja Allahu gjallë është alamet se ti e do. Shikoj një sa e përmendën Allahun gjellë gjellala. Shikoj vetë, sa e përmendën Allahun gjellë gjellala. A i ban të spit e namazit barëm, namazit ditor, të spit e sabajt, të spit e drekës. Po para me në të spit tjera, transmeton Imam Dhahabiu rahimahullah nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, a dini sa të spit ka po në ditë vëzër? A dini sa herë ka përmendën Allahun gjatë 24 orëve? 12.000 herë. Shkruaj vëzër, 12 me 3-0 e ka përmendën Allahun gjellë. Kanar të cire, elhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe dhikret e tjera, sa i ka vëllezër? 12.000. E që janë 12.000? E ne vëllezër të spijun e ditor se mojna. Andaj ata ka ndash për një me Allahun subhanahu wa ta'ala. Në luft, flakën e luftës. A njerëzit të vdek aty, Allah ka zbit ajete. Ka zbit ajete. Çfarë ajeti ka zbit? Udhkurullaha, përmend në Allahun. Çka ka lidhje vëllezër? Sepse forcohet zemra. Forcohet zemra. Andaj vëllezër, njëra prej argumenteve është të dashurisë është udhtimi i zemrës drejt Allahut xhelal dhe të dashurit dhe vazhdimësia e përmendjes së Zotit te bareke ve teala. E 28-a është
dashuria është e cila nuk paksohet në mosdhënie dhe nuk shtohet me dhënie. Edhe pse Ibn Qayyim el-Juzeyri ka kritik për këtë, nga se thot e ka për qëllim se robit i cili e do Zotin e Madh xhel xelaluhu nuk i shtohet dashnia kur Allah i jep, dhe nuk i paksohet kur nuk i jep. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, kjo është me te i holl, dhe me kuptu mirë. Për shembull, ti e don Zotin e Madh te bareke ve teala. Zoti duhet për qenjen e vet, veç si Zot, që është Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, kjo nuk i bie që nuk shtohet dashnia kur t'jep. Ti insan. Për shembull, ti e do Allahin, apo kur je beqar. Kur martohesh e pak më shumë e do. Ibn Qayyim thot kjo normale. I e pa shtëpi e do Allahin. Ama kur ta çon në shtëpi, alhamdulillah. Ti prapë di që Allah të ka dhënë. Ti e do Allahin edhe kur s'ke vlat. Kur ta çon e vladin, alhamdulillah, shtohet dashnia më tepër. Megjithëse kjo begativë vjen me Zotin. Mirë po thot, nuk do të më mangësue kur s'tjep. Thon, mla, s'mdha. Jo. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, është e vërtetë se Allahu duhet për qenjen e vet. Mirë po thot, zemra lëviz, lëviz, i shtohet dashnia, po në realitet dashnia ndaj Zotit nuk ka fund. Nuk mund është ti, nëse Allahu xhelalu është i më i larti dhe më i madhi. Për këtë arsye thot 28 është se dashnia nuk provokohet nga dhënia dhe mosdhënia, megjithëse thot në aspektin njerëzor kjo provokohet. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri 29 al-mahabbatu an yakunu kulluka bil mahbubi mashghulan wa kulluka lahu mabdhulan. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri 29 është dashuria është që krejt vetën tane me angazhu me të dashurin, dhe krejt që ka ki ti mi adhon atina. Kjo është 29 dhe 30, të cilën Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, kjo është ajo që ne e pranojmë si definicioni më i përafërt i dashurisë për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj do të vazhdojna si arrihet kjo dashuri. Çka do të më bë për me dashur Allahun subhanahu wa taala? E 30 thot, "Ath-thalathun wa huwa min ajma'i ma qila fiha." Kjo është më përmbledhja çka është thënë definicion. Deri tash se s'ma men kur gjë, apo veç i kishe ju fjalën, kjo është më përmbledhja. Cila është? Qala Abu Bakr al-Kattani rahimahullah, jarat mas'alatun fil mahabbati bi Makkah a'azzaha Allah ayam al-mawsim. Thot Abu Bakr al-Kattani, transmeton Ibn Qayyim el-Juzeyri nga Abu Bakr al-Kattani rahimahullahu taala, se kanë qenë në hax. Allah na mëson hax dhe umra ya rabbul alamin. Në ditët e haxhit, të cilat janë ditët më të mëdha që ka kriju Allahu në ditët e Dhul-Hijjes. Thot dhe filluan njerëzit me diskutu mbi dashnin. Nga se thot Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullahu taala, nuk ka vend ku mundet njeri mas shumë ti me fol për dashnin ndaj Allahu dhe me e kuptu ata si në Kabe dhe në hax. Atje, këtë që të shka u thanë me lafe, atje i përjetojnë zemra. Allahu në mësof, ja rabbal alamin, me përjetu dashnin ndaj Zotit subhanahu wa taala. Thot janë kanë haxhi dhe janë kanë në ditët e haxhit dhe kanë filluar si cili janë mbledhur xhallar tu diskutu çka është dashnia. Pse njerëzit çast shumë piket ta dunjës kanë ardhur me vizitu shtëpinë Allahu xhelalu ala. Çka i nxit? Çu kjo dashni? Thot fatakallama ash-shuyukh fiha. Dhe fillun në xhallar si cili më thon, ajo është kështu, sikur që përmend definicionet. Thot wa kana al-Junayd asgharahum sinnan. Dhe ka qenë dietari i cili ka thujt ka pasur emrin Junaydi. Dhe ki ka qenë më i vogli aty për jo xhallarëve. Dhe i ka thënë, faqalu hati ma indak ya iraqiyu. I kanë thënë, fol edhe ti, na e kallëzo edhe ti fjalën tënde, çka mendon për dashninë ndaj Allahut, o ti i cili vjen prej Irakut. Fa atraqa ra'sa, e ka ul kokën, wa dama'at ayna, dhe kanë filluar me i rrjedh lot. Kanë qenë hax. Dhe atje që ka thënë Omar Khattabi, kur kanë bërë hax, ka thënë ha huna tuskebu al-awarat. Ka thënë që tu o veni ku qahet, që tu o veni ku qahet për dashnin për Allahun subhanahu wa taala. Allah na mëson ya rabbal alamin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri pastaj tha, se çka definicioni është e ka zgjedhur Ibn Qayyim el-Juzeyri si më saktin për dashnin ndaj Allahut te bareke ve taala. Ka thënë Junaydi rahimahullah, abdun
dhahibun an nafsi. Një rob, pra i cili e don Allahun është ai rob i cili dhahibun an nafsi, e ka harru veten. E ka harru veten. Muttasilun bi dhikri rabbi, i pandam dhe i lidhur fort me përmendjen e Zotit vet. Qaimun bi adai huquqi, vazhdimisht rrigati për t'i kry hakët e Allahut, e kryen farzin. Nadhirun ilayhi bi qalbi, vazhdimisht e këshir me zemrën e vet drejt tij. Vazhdimisht zemra te Allahu e ka mend. Vazhdimisht zemra atje ka vëmendjen. Thot ahraqa qalbahu anwaru haybati, ja ka ndjek dritat e respektit ndaj Zotit xhelle xhelalu zemrën. Pra pi respektit mas që e ka për Allahun dhe madhrimin ndaj tina, ju ka gjek zemra. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot Junaydi, wasafa shurbuhu min ka'si wuddihi. Thot nga ajo gota e dashnis që atu pi, pra nga ajo gotë që atë e mbush zemrën me dashni për Allahun te bareke ve teala, e ka të pastër, e ka të qiltër. Dhe që tham prej kuptimeve të dashurisë çka është el-khulus, as-safa, el-bayad, bardhësia, qiltërsia, transparenca. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot Junaydi, thot wan kashafa lahu el-jabbaru min astari ghaibihi. Thot e Zoti i Madh xhelle xhelaluhu i alargon perdet e gajbit të tina. Thot fa in takallama fa billah, i dashurumi në Allahun xhelle wala. Nëse flet veç me Allah, veç për Allahun, Allah na fal, nëse kjo gjendje shumë e lartë të dashurumëve. Sa pineve kur janë nisin me fol, telefoni, iPhone-i, Androidi, restorani, mishi, ajsoki, ajlangu, ajo, kjo. Mirë po, këto janë gjendje doptat njeriut. In të kelle me febillah, qka të fole për Allah? Qka të fole për Allah? O in nataka fe anillah, nëse thot diqka, veç për Allah në të kalzuhe, veç për Allah në gjellorash duke rëfyje. O in të harrak fe bi emrillah, nëse lëviz diqka, o të krytë një urdhët Allahit. Qka do që lëviz është të kry urdhët Allahu gjellora. O in sekene fe me Allah, nëse që të sohet, nëse lëviz, prapo të menu për Allahu gjellora. Thot, fe hua billah, wa lillah, wa me Allah. Ajo është duke vepru me kuvetin Allahut, me emrin Allahut, veç për Allahun dhe në shushin e Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo është definicioni që e ka zgjedh Ibn Qayyim el-Juzeyy nga të gjithë të definicionet tjera. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot Ebu Bekr al-Kettani rahimahullah, fa baka ash-shuyukhu wa qalu ma ala hadha mazidun jabarakallahu ja tajë al-arifin. Kanë thonë këta do gjallëhardë që kanë qenë në haqë, i kanë thonë, kanë fillu me qajtë, kër e ka përmenë këtë definicion të dashurisë, dhe kjo dhe zë du të mushiju, këto fjallë që ka i thamë, du të mushiju, kë nuk mundet me kalu qështu, edhe njëre përsërisim. Ka thonë Junaydi, një rob i cili e ka harru vetën, është i lidhur me përmendjen e Zotit, vazhdimisht i rrigati farzeve të Allahut, zemra e ti vazhdimisht shikon të Allahu subhanahu wa taala, dritat e respektit ndaj Zotit ja kanë ndjek zemrën, gota e dashurisë për të cilët e mbush zemrën e vet është e pastër, dhe Zoti Gjelle Gjelaluhu ja ka zbuluar perdet e gajbit të tina. Nëse flet për Allahun, nëse të regon diqka, rrafejnë për Allahun, nëse lëviz me emrin Allahu Gjelaluhu dhe urdhën e tina, nëse s'flet është duke mendu për Allahun, aj punon në emën të Allahut, për hir të Allahut, me shoqërinë Allahut subhanahu wa taala. Kanë fillu të gjithë me qajt dhe kanë thanë, s'kena shka shtojnë amo. Mos fole më kërkush se që kjo a krejt. Për që kjo është krejt ajo qka e përshkruan dashnin dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe i kanë thanë Allahu të ndihmoft dhe të dhasht mirësi dhe të mundsoft me i kryje të gjithë të hakët e Allahu subhanahu wa taala, dhe i kanë thanë ja tajë al-arifin, ka thonë ti e kurora e njerëzve të dishëm, kurora e njerëzve të dishëm. Dhe thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, këta njerëz pak kanë fol, shumë kanë thonë. Na shumë folna, Allahu na fal, e pak kallzojna. Ata pak kanë fol. Shiko për shembull, kjo është e trashëguar nga pejgamberi alayhis salam. Sa më larg pejgamberi alayhis salam, sa më shumë llafe. A ka sot zaman ku mas shumë ti folët? YouTube jasë në të 24/7. Apo ati flet dietari, ati flet të veçeli, kitë bashkë i kime një vend.
Këtë, veç o qel. Her delaj, her del ky. Zamanit folmës, kur kush nalet. Mirë po, pak janë njerëz që e dojnë Allahun për një me. Pak janë njerëz që çojnë Allahut farzat në vend. Pak janë njerëz që edukohen me edukata që i ka kërkuar Zoti i Madh te bareke ve teala. Pastaj do të vazhdojnë me lenin Allahut te bareke ve teala, si me ushqy këtë dashuri, si me mbush zemrën dashni për Allahun subhanahu ve teala, do dashnia për ligjëratat e ardhshme. Elusim Allahun subhanahu ve teala, që Allahu të mbush zemrat tona dashni. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala ti djeg të gjitha dashnitë tjera të cilat janë në zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu ve teala që Zoti xhel xhelalu na mundson që të lexojmë nga libri i Allahut, nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të punojna me ta, dhe të zbatojna ata dhe të marrim karakterët dhe moralet të cilat është Allahu razi me to. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelaluhu aty ku ja kemi qellu, ajo ka qenë prej Allahut na shpërblej, e aty ku kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.